Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vjuar takimet me qytetarët në Elbasan ku foli gjatë për situatën aktuale, krijuar sipas tij nga trafiku i drogës. Droga, tha Basha, jo vetëm ka sjell fatkeqësi, por ka kapur qeverinë dhe policinë. Droga nuk ka qenë kur mundësi, nuk ka qenë kur opsion, ka sjell shkatrim, ka hapur varre, ka sjell fatkeqësi. Ka kthyer njerëzit kundër njëri tjetrit, prindrit kundër fëmijëve, fëmijët kundër prindërve, fëmijët kundër njëri tjetrit. Ka tronditur themelet e shoqërisë, ka kapur shtetin, ka kapur qeverinë, ka kapur policinë, ka kapur demokracinë, ka kërcënuar lirit, ka kërcënuar qytetarët, ka marrë peng të ardhmen. Ky është realiteti i drogës. Por këto 9 muaj kanë vërtetuar se shqiptarët jetojnë edhe më keq. Nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë përparim për asnjë shoqëri që mendon apo tundohet nga paratë e drogës. Si rrugë dalje nga kriza, u shpreh Basha më tej duke ftuar të gjithë të bashkohen në protestën e së premtes. Ekonomia poshtë më poshtë, vendet e punës poshtë më poshtë, konsumi poshtë më poshtë, kreditimi poshtë më poshtë. E vetmja gjë që lulëzon është droga dhe trafiku drogës. A janë sot shqiptarët më mirë? Janë më keq. Kemi të vendosur që me gjithë shqiptarët e bashkuar kundër këtij halli të madh, kundër kësaj mënyrë të madhe që na ka zënë, të rreshtohemi të bashkuar para selisë së përgjegjësit numër 1 të premten para kryeministrisë në Tiranë. Bashkohuni në shesh me ne. Prania në shesh është forcë, është energji, është përgjegjësi, është fitore. Se të bashkuar jemi më të fortë se narkotrafikantët, madje edhe më të fortë se narkotrafikantët plus qeveria. Të njëjtën thirrje kreu i opozitës bëri edhe një ditë më parë në Lushnjë gjatë një takimi me qytetarët atje.